Dy rivalit e përhershëm të basketbollit ton po përballën sonte këtu në Karagaq në duelin e katërt dhe të fundit midis tyre për si vjet në kuadër të stinorit të rregullt. Adhurues basketbollit kudo qenë këto çaste, Kosovë, Shqipëri, trojtona etnike, Evropa apo Amerikë. Mirë se po vazhdoni të qëndroni me Art Motion, adresën numër 1 të sportit në Shqipëri dhe një tjetër ngjarje të bukur basketbolli. Go plus Peja Trepqa, sonte me ju jam unë Agon Femiu. Dhe me gjithate Cecil Williamsin e ka vendosur në skuadër. Payne e sheh korridorin, depërton duelin e dy tresheve e fiton. Jacori Payne, 7 sekonda deri në fund për mrekulli atje. Dhe a realizon i cili pati një lojë të mirë kundër Slovakisë dhe pikët e para ja bën sefte. Edwards dhe Hajrizi lufton atje. Edwards e përmirëson, lufton dhe realizon, është ky kërcimi i dytë në sulm. Mund të luan në 4 pozita. Tentimi Malës i cili posa hyri në lojë. Williams për Shoshajn i cili bombardon dhe treshën e realizon për 10-she. Bukur në thellësi për mrekulli. Atje Fatin Shoshaj, Williams, ndalët. Si e ndërtoi këtë aksion Cecil Williams. Për mrekulli. Mala asiston dhe Caesar Edwards koshin e çmonton. Topi vjedhur nga Henrit Mushici për Amzilin, i cili në mënyrë ekspresi i realizon. Vjen përgjigja në anën tjetër. I jashtëzakonshëm sonte Caesar Edwards. Sek Henry për mrekulli. Realizon Bi Bracin. Shkëputet me hap prapa për 21-15. Tentin dhe vjen Musa Mala. Henry. Hasbrook. 17 pike, 7 asistime. Mushici sonte vjen me 2 treshe të një pas njëshme për Shoshajn kundër sulmi shpejt për Edwardsin, i cili për vidhet atje realizon. Edwards, kemi një mismatch, lufton atje, i pandalshëm është Caesar Edwards nga Georgia State. Vjen treshja. Arti Hajdari mbetet në blok atje. Hasbrook. Lëvizje bukur masht. Çfarë aksioni, tika taka. E vjen këtë top kundër sulmi shpejt. Shoshaj, situat 4-3. I vetmuar është Bracy. Dhe vjen treshja e pare. Shpejt lëviz topit Mushici. I vetmuar atje. Henry lufton atje. Dueli 21-sheve. Fiton kësaj radhe. Lapi, Bracy atje me njëherë në start, e fillon me 2 piksh. Tërsa Trepqa në 2 raste, kishte 5 pike përsi për mrekulli atje ish reprezentuesi Sean Jones. Williams kërkon atje blok Edwardsit. Dhe e shfrytëzon për mrekulli. Parës 4 tenime, 4-6, tentim për 3 pik, nuk ka shënim. Edwards më i larti në kërcim, i pandalshëm. E pengon Lapi, drilonin kundër sulmi shpejt atje. Williams nga koshi në kosh, coast to coast. Mala me viningun. Henry nga një pozite vështirë për mrekulli atje. Një mismatch. Amzili lufton dhe realizon Mustafa Amzili, lojtari i dytë me pik 2 shifrore. E vjedhin edhe këtë top. Vining. Kosh fall për Akili Viningun, sa shpejt atje. Bracy, lëvizje bukur e Bracyt për Edwardsin, çfarë mbrojtje atje. Henry lufton me Edwardsin, i cili nuk dorëzohet atje. Lëvizshëm i papërshtatshëm është Henry. Majtaku i cili e gjen Tuna. Bracy jashtëzakonshëm atje, lufton Edwardsi edhe pse ai e huq. 6 ndrime të rezultatit. Tentim për 3 dhe tani edhe qendra të John Davis.
po dominon me 12 kërcime. Henry për mrekulli i pandanshëm, ngulitje monstruoze nga Zach Henry, i kalon të gjithë, fluturon Henry, pick and roll me Dardanin. Eshe Mustafa Amzilin atje, çfarë loje Zach Henry. Zach Henry ishte lojtari këtij qerek. Ufa! Winning, deporton në brendi dhe sa bukur atje. Arti Hajdari nga pozita e tij e dërgon te vendi. Edhe njëherë tenton për 3 pikë, sa herë nuk realizon mirë, po deporton, i kthehet topi, realizon dhe e rikthen e përsin. Hasbrook për Dardan Kapitin, Amzili për mrekulli aksion atje. Mala, pick and roll atje, shkon deri në fund, deporton, pran Sean Jonesit, realizon. Sean Jones e kthen topin te Payne. Majtaku e Lanson dhe treshën te vendi e dërgon. Williams lufton atje, tenton, mirë po edhe një herë. Bukur e mbyllin atje, Edwards dhe Williams kundër sulmi shpejt atje. E për mrekulli Arti Hajdari shmangët presingut. Sean Jones bukur atje, për mrekulli në thellësi. Deporton deri në fund, edhe realizon. 2 fishim, shpejt shkon topi, Bracey e sheh korridorin atje, deporton dhe realizon, 81-83. Sekondat e fundit, ndihmon atje Edwards, Payne deporton, edhe Payne realizon. Sekondat e fundit, edhe 15 sekonda deri në fund, edhe shënimi pranohet, pikërisht nga Daquan Bracey. Nuk shënon, a do të kemi vazhdime apo jo. Musab Mala tenton për 3 pikë. Parazim dhe vazhdim. Çfarë loje në Karagaconte. Eksplodon Karagaci, Damir Milačići sa nuk ka marrë infarkt. Për Amzilin, e kthen te Mušići shpejt e Payne, i cili bombardon dhe treshën e tij të tretë sonte realizon. Pick and roll i Edwardsit, Bracey, mbi të gjithë tenton, nuk shënon, por përsëri me kërcimin e tij të 15 e komplikojnë lojtarët e PES. Mala për 3 pikë. 92. Monstruoz ishte ky djalosh i cili pati topin. Bracey për Edwardsin, i cili e nguli dhe koshin e shmonton. E time out, tani kërkon Adis Beqiragiqi në anën tjetër. I vjen atje Kapiti, Payne e komplikon, 4 sekondat e fundit me treshe, Gjakori Payne. Gjakori Payne. Williams tenton, edhe ndeshja përfundon 95-98. Ashtu si shkojnë në vazhdime, ashtu edhe e fitojnë ndeshjen dhe duar trokitje të publikut.